Atëherë Presidenti Floralba, jemi sot në Vlorë për çfarë? Jemi sot në Vlorë sepse me rastin e 35 vjetorit të nisjes së Anijes Vlora, diaspora ka përfituar nga rasti për të ardhur në Shqipëri, për të denoncuar atë arsyet. Pse iku diaspora, pse emigruan aq shumë shqiptar. Në atë kohë ikën nga një sistem që nuk funksiononte. Sot kemi një situatë tjetër ndoshta, po prapë që lidhet me korrupsionin, lidhet me faktin që shqiptarët nuk mund të vendosin për tokat e tyre dhe përzihen nga trojet e tyre. Sot kishim fëmijët e atyre që kanë hyrë në Anije. Pra kemi një farë mënyrë një Shqipëri 3, edhe kemi një diasporë që nuk e ka zgjell me të vërtet iki. Normalisht që as emigranti nuk e zgjell tiki, por fëmijët e tyre nuk e zgjedhin absolutisht. Unë personalisht kam qenë 11 vjeçë kur prindrit e mi vendosën tiknin. Nuk kam zgjell asgjë, isha thjesht një valixhe në Itali, në Rom, edhe fëmijët, edhe personat që erdhën sot nga diaspora janë fëmijë të personave që një farë mënyre apo jo kanë vendosur tikin, ta lënë Shqipërinë, po kjo është edhe një mënyrë për të thënë që diaspora jo vetëm kthehet, por edhe krijon lidhje të reja, e ngres zërin, e mbulon mediatikisht, krijon aleanca, sepse në fundit diaspora po jeton në një vend tjetër. Edhe cili është roli i saj? Sigurisht të organizoj protesta, sigurisht të vendosi, të jap informacion, por ne sot e kemi një Shqipëri siç e kemi sot edhe për shkak të kontributit të diasporës, që është përtej remitancave, përtej në Shqipëri fal diasporës kanë ardhur eurodeputet, në Shqipëri po vjen Global Summit Flotilla për të mbështetur dhe për të frymëzuar nga revolucioni i flamingove, kështu që kjo është një mënyrë shumë e bukur që kemi gjetur edhe për të vendosur pak pas 35 vitesh për të denoncuar edhe atë kolonializëm, atë dehumanizim që shqiptarët kanë mësuar në Itali, edhe që tashmë është një mënyrë për ta kthyer mbrapsht, edhe për të krijuar aleanca. Këtu kishte persona nga Pulja që kanë qenë vegjël në atë kohë, që kanë kuptuar se çfarë po ndodhte, ka pasur kryebashkiak në Itali që janë mbështetur, që kanë mbështetur dhe që në atë kohë kanë qenë këshilltar bashkiak në kohën e Anijes Vlora, kështu që kjo është një moment për të kujtuar diasporën, por për kujtuar edhe Flamingo Revolution se si lindi pas 35 vitesh si pasojë e një tranzicioni pafund. Tranzicioni jon filloi në 90-ën dhe në 91-shin dhe akoma sot po vazhdon. Juve si mendoni, kjo simbolika e ardhjes tuaj, ndërkohë që para 35 vjetësh kemi ikur për shkak të sistemit, mund ndikojnë në ndryshimet e ardhshme në Shqipëri? Së pari, Flamingo Revolution ka ndikuar në botë. Edhe po frymëzon aktivistat, edhe po frymëzon shumë persona nga Italia, për shembull, sepse është vendi që njoh më mirë, po i frymëzon që të luftojnë më shumë për tokën e tyre. Edhe ideja e këtij udhëtimi është që të sjellhet një lloj mësimi, që të mbledhen disa strategji që po përdoren në Flamingo Revolution dhe të çohen në vende të tjera, në Ostuni, në Puglia, në Sicili dhe në Sardegna, për të bërë një lloj shkëmbimi të këtyre përvojave të mira. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që vjen diaspora në Shqipëri. Diaspora ka pasur shumë momente të ndryshme që e ka ndryshuar komplet sheshin në gjatë protest në Tiranë, por ishte edhe një mesazh ai që donim ne që të vinim edhe në Vlorë, sepse Vlora është një qytet që ka rëndësi për mbështetje, që ka nevojë për mbështetjen tonë, ka nevojë për të ngritur zëri, ka nevojë për të denoncuar shitja tokave, ishullit dhe paktet e tjera që po bëhen dhe prandaj ishte edhe mesazhi, sepse ne nuk duam që Global Summit Flotilla të jetë protagoniste e protestës sonë, por që të jetë tema e Flamingo Revolution dhe të jetë zëri Flamingo Revolution të përhapet gjithë botën. Si mendoni Floralba, është ndjetë përfaqësuar po themi në diaspora në parlamentin e institucioneve shqiptare? Jo, unë kam diaspora shqiptare nuk është absolutisht e përfaqësuar. Ne tashmë nuk kemi as një ministri diasporës, siç e kemi pasur, pavarësisht se edhe ajo ministri e diasporës ishte për fasadë dhe ishte për të thithur dhe për të mbledhur fonde. Faktikisht duhet themi që një qëllim tjetër që kishte ishte një farë mënyre instrumentalizimi i diasporës për qëllime politike,
pra për të gjetur persona pseudo profesionist ose profesionist, nuk e mohoj këtë pjesë, megjithatë ata u përdoren, u bën mjet i propagandës qeveritare. Edhe Ministria e Diasporës ashtu funksionoi si mjet i propagandës qeveritare dhe këtë faktikisht e pam edhe për summitin e fundit të diasporës, ku diasporë kishte shumë pak dhe ishte transformuar një farë mënyrë diaspora si koncept i një Shqipërie të madhe, pra duke futur në konceptin e diasporës edhe Kosovën edhe Maqedoninë, edhe qytetarët e Kosovës dhe Maqedonisë, gjë që është e mirëpritur dhe e nderueshme. Problemi është se aty mungonte diaspora jashtë Ballkanit, le të themi, dhe pikërisht ato persona që kanë ikur, sepse faktikisht fjala diasporë do thotë kjo, persona që janë të shpërndam diku tjetër, jo në trojet tona, jo në trojet shqiptare. Kështu që kjo po vazhdon. Edhe diaspora deri para revolucionit të flamingove kishte goxha frikë të shprehej kundra qeverisë dhe sepse i konsiderote gjërat të shprehjen për një parti apo për një tjetër, apo thjesht denoncimin për padrejtësi që po ndodhin në Shqipëri, i konsideronte si diçka politike ose partijake. Por në fakt revolucioni i flamingove i dha shumë shpresë, shumë kurajo diasporës, intelektualëve, studentave, etj, bërë një lloj mrekullie. Unë mendoj se ishte një plan hynor që shpërtheu ky revolucion dhe kjo kryengritje shqiptare, kjo qëndresë që po reziston prej 80 diç, dhe me të vërtet ka bashkuar shumë kauza, shumë tema, ka bashkuar shqiptarët në diasporë që po kontribojnë në mënyra të ndryshme. Kam një pyetje më shumë për ndjenjat që ka një shqiptare jashtë atë vdellës, unë se kam qenë asnjëherë në Shqipëri, këtu kam qenë gjithkohës. Ju që jetoni jashtë, pse doni kaq shumë Shqipëri? Atëherë, sigurisht kur të mungon diçka, të mendon gjithmonë për të. Unë mbaj mend që gjitha herë që ikja nga Italia, nga Shqipëria çaja, vinte ajo pranvera, se unë jam prej Shkodrës, edhe vite pranvera dhe imagjinosh atë kopshtin, oborrin, rrugët pashtrume, gjitha fëmijërinë time dhe mendoja që m'ishte heq. Një farë mënyrë edhe nga prindrit e mi, por pa i vënë faj, normalisht atyre. Kështu që shikoja që ajo historia ime ishte ndërprerë një moment. Dhe gjitha herë që kthesha, më kujtohet zbrisja nga trageti, që e kam marrë deri te 2020 ka marrë traget shumë shpesh, por edhe me avion. Kujtoja gjithmonë momentin që shikoja Shqipërinë nga lart nga aeroplani. Po gjithmonë, domethënë nga mosha 11 vjeçe deri kur Shqipëria u bë më e sushme me fluturime ose edhe me traget, pra pak a shumë deri në 2016 kam pas gjithmonë 17 diçka e tillë, kam pas gjithmonë një drithërim, është një mall që nuk të braktis asnjëherë. Kujtime që të dalin ose faktin që të lidh diçka një fytyrë edhe thu ky i ngjan aty kujqis që kisha unë në vendin që lash. Edhe gjithashtu është një kohë shumë e madhe që ne personi nuk kemi pasur kur televizor, digital, satelit e këto, megjithatë kujdeseshim gjithmonë gjatë verës të merrnim dishe, të bënim një kështu full immersion me marrë informacione për çka kishte ndodhur në Shqipëri gjatë vitit, cilat ishin temat. Edhe ishte pak e vështirë se pastaj ti vije dhe gjithë flishin për telenovelat apo disa gjëra që ti nuk i dije dhe mbeshe kështu pse nuk e di këtë, çka kam humb. Po është diçka që nuk të lën. Unë personalisht për shembull kam qenë studente në moshën 20 vjeçare, kur ndolli propozimi për shkatrimin e piramidës, edhe thash ç'a mund bëj unë këtu? Unë s'njoh shqiptar, se shqiptar në atë kohë kishte shumë pak, nuk njoh organizime, thash okay, ndoshta mund të hapi një peticion online. Edhe ajo ishte pjesa e parë, nuk isha qenë asnjëherë te piramida. Imagjino sa vrull, domethënë ka mira raste të tilla që njerëzit i nxit diçka për të bërë diçka. Domethënë i nxit ai malli për Shqipërinë për të bërë diçka më tepër. Ose e drejta e votës së diasporës. Unë kam 10 vite që kam
për herë të parë kam shkuar para ambasadës shqiptare në Romë për të kërkuar drejtën e votës diasporës dhe pastaj kjo ka qenë betejë që e kam ndjekur vazhdimisht me organizata, grupime të ndryshme, sepse gjëja më e vështirë, edhe vetë fjala diasporë është shpërndarja. Është sepse ne jo vetëm largohemi nga Shqipëria, por edhe nuk lidhemi me njëri tjetrin si diasporë, sidomos shqiptarët, që normalisht intregohen shumë mirë në vendet e tyre. Kështu që kanë miq të ndryshëm, nuk krijojnë ato getot, ato lagjet shqiptare, pra jetojnë normal në qytete, po. Por e kam parë gjithmonë një nevojë për të takuar shqiptarë tjerë. Shikoja emra, thoja, po ky emri ka një J, ky emri ka një Z, ndoshta mund të jetë shqiptar edhe kështu është kushdo nga diaspora. Është një mundim shumë i madh përveç remitancave, përveç sakrificave për të udhëtuar një kohë për shembull që biletat kushtonin shumë ose që merrnim autobusa për 10 orë për të arritur në port, duke udhëtuar gjithë natën në tokë. Është diçka që nuk të lë. Pra, madhi për vendin tënd nuk të lë dhe madje ajo që mendoj është që nga madhi ti mundohesh ta transmetosh këtë dëshirë, dashuri për Shqipërinë edhe personave tjerë. Dhe për shumë vite ka qenë e vështirë, sepse më thonin ti flet gjithmonë për Shqipërinë. Por sot e kuptojnë, sepse edhe fal asaj pune që diaspora ka bërë, që po vinë turistat. Sepse janë miq tanë, ata që erdhën part. Erdhën part, i ftuan për dasma, i ftuan për ditëlindje, edhe fillun edhe përhapen fjalen. Propaganda qeveritare ka kohë të kufizuar, nuk ka pasur atë impakt që ka pasur diaspora. Në Itali sot janë 550.000 shqiptar pa letra, ndërkohë që në shtetësia shqiptarët me në shtetësi italiane janë ndoshta 1 milion, nuk llogaritet. Gjithashtu shqiptarët janë në shtetësitë në Europian të ri, pra ata që marrin në shtetësi europiane në vendet e para në botë, pavarësisht se ne jemi popull shumë i vogël. Pra do të thotë që ne kemi humbur një copza të trurit, copza të zemrës, copza të qëndresës, sepse ata persona që janë larguar me shumë mundësi sikur të rinin këtu, ndoshta do kishin luftuar më shumë. Por është koha për ta ndryshuar këtë drejtim, për të rikthyer. Faleminderit. Shumë faleminderit.